Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Hani 10 kokra qershi para gjumit dhe do mrekulloheni me atë që i ndodh zemrës. Jemi në sezonin e qershive dhe në këto ditë me siguri të gjithë i kemi konsumuar me shumicë, por disa njerëz kur i konsumojnë i kanë në qejf t'i hanë bashkë me bërthama. Mirë po, për gastroenterologët, kjo mund të jetë diçka e dëmshme. Mjekët e urgjencës kanë treguar se ndonjëherë ju është dashur të bëjnë ndërhyrje sepse dikush ka ngrënë qershi ose vishnja të plota me gjithë bërtham. Qershit përmbajnë shumë vitaminë C, beta-karoten, vitaminë B6, vitaminë K, acid folik, minerale, kalium, hekur, bakër, mangan, kalcium, magnez, fosfor, zink dhe kobalt. Përveç se janë të pasur me fibër vegjitale të cilat ndihmojnë në tretjen më të mirë, ndërsa prania e celulozës rregullon edhe tretjen. Frutat më të errta janë më të shëndetshme sepse kanë përqendrim më të lartë të antioksianinës dhe kanë një efekt më të madh për trupin. Ato përmbajnë melatoninë e cila ndihmon në relaksin. Para se t'i konsumoni duhet t'i lani me ujë të ftohtë. Sipas Medical Daily, doza ideale do të ishte një tas në qershi në ditë nga 10 deri në 20 kokra, ndërkohë që sasitë më të mëdha mund të shkaktojnë probleme me tretjen. Për persona që tashmë kanë probleme me të, duhet të kenë më shumë kujdes dhe rekomandohet vetëm një grusht i vogël me qershi në ditë. Përfshirja e tyre në dietën tuaj do të ndihmojë edhe në një sër aspektesh për imunitetin. Qershit janë padyshim një super ushqim i stinës së verës. Të buta dhe plot me lëng mund të jenë të ëmbla të athta, por gjithashtu janë të shijshme dhe të mrekullueshme. Vetëm një tas prej tyre do të përbëjë 90 kalori dhe është i pasur me vitaminën A dhe vitaminën C. Konsumi i këtij fruti të vogël plot me shije i dhuron trupit tuaj antioksidant, që ndihmon në uljen e kolesterolit të keq dhe të mbipeshës. Krahas këtyre vlerave, ekspertët thonë se qershit ndihmojnë organizmin edhe në shumë drejtime të ndryshme, siç është edhe shëndeti i kockave. Qershit janë një burim i mirë i antioksidantëve dhe për këtë arsye ndihmojnë rigjenerimin e kockave. Mjekët i lidhin me reduktimin e acidit nitrik, që është faktori kryesor në sëmundjet e artritit reumatoid dhe osteoartritit. Sipas një studimi të Universitetit të Bostonit në Amerikë, konsumi i këtij fruti ul me 35% shansen e dhimbjeve të kockave. Gjithashtu qershit parandalojnë inflamacionin në organizmit dhe problemet me presionin e ulët dhe të lartë të gjakut. Ato ulin nivelin e sheqerit në gjak. Për të gjithë personat me diabet, qershit mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë për të qëndruar të shëndetshëm. Të gjitha frutat me ngjyrë të kuqe dhe qershit ndihmojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit. Antioksianina, sipas mjekëve, rritet me 50% në prodhimin e insulinës në trup, duke ndihmuar kështu në rregullimin e sheqerit në gjak. Ato ndihmojnë edhe në sëmundjet e zemrës. Qershit e athta ndihmojnë në përmirësimin dhe parandalimin e problemeve kardiovaskulare. Nëse i konsumoni vazhdimisht, do të parandaloni riskun e problemeve nga ataku, ndihmojnë në reduktimin e yndyrnave të këqija dhe janë në një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për ju. Sipas Brightside, ju duhet të konsumoni të paktën 10 deri në 20 kokra qershi çdo ditë për të marrë përfitimet e tyre në dobi të organizmit dhe për të ndihmuar gjithashtu në rritjen e vlerave të trupit. Ato ndihmojnë në përmirësimin e memorjes. Janë një burim shumë i mirë i antioksianinës që mund të jenë një shëndet i mirë edhe për trurin. Ky frut është shumë i shijshëm dhe ndihmon trurin të përmirësojë funksionet e tij dhe të përmirësojë memorjen ndër vite. Qershit nxisin një gjumë më të rehatshëm. Konsumi një tasi me qershi në darkë do të përmirësojë edhe cilësinë e gjumit. Sipas ekspertëve, qershit ndihmojnë në rregullimin e orës së brendshme të trupit dhe ciklit të gjumit të njerëzit. Kjo pasi janë të pasur me melatonin, një enzim që ndihmon në qetësimin e organizmit. Këshillohet të konsumoni qershi të freskëta dhe lëng qershie të sapo shtrydhur, në mënyrë që të merrni përfitimet e tyre në dobi të organizmit. Qershit rekomandohet për njerëzit që vuajnë nga astma dhe alergjitë, si dhe për ato që kanë lëkurë të bukur, sepse qershit përshpejtojnë prodhimin e kolagjenit. Ky frut në fakt përmban antioksianinët, të cilat forcojnë indet lidhëse dhe pengojnë formimin e rrullave duke shkatruar enzimat e dëmshme të cilat e bëjnë lëkurën më të vjetër dhe më të rrullur. Qershit janë gjithashtu një shërues natyral për celulitin, sepse mund të parandalojnë krijimin e tyre. Qershit përmbajnë antioksidantin melatonin, i cili gjithashtu
dhe të qetësojë sistemin tuaj nervor dhe ndihmojë në kundër neurozave pa gjumësisë dhe dhimbjeve të kokës. Melatonina në fakt ndihmon në ruajtjen e bioritmit tuaj stabil dhe të saktë. Gjithashtu shkencëtarët nga Universiteti Louisianës kanë zbuluar se lëngu natyral i qershive ndihmon për gjumin. Ullumtimet e tyre kanë treguar se të anketuarit kanë fjetur mesatarisht 85 minuta më gjatë, pasi që për 2 javë çdo ditë kanë pirë 2 gota me lëng qershie. Qershit kanë më shumë element ushqyes, kanë pak yndyrë dhe kalori. Në 100 gram do të gjeni vetëm 63 kalori dhe janë një ushqim i shkëlqyer nëse jeni në dietë. Për shkak të përqindjes së lartë të ujit dhe kalorive të pakta ndihmojnë në humbjen e peshës. Falë fibrave dhe pektinës, këto fruta krijojnë ndjesinë e ngopjes. Ashtu si shumica e frutave qershit kanë më shumë kalium, kanë edhe pak natrium, gjë që ndihmon në largimin e ujit nga trupi. Ullëtuesit e Universitetit të Michiganit thonë se antiocianinat nga qershit e errta mund të zvogëlojnë sasinë e yndyrnave në bark dhe të ulin kolesterolin dhe sheqerin në gjak. Përveç acideve të tyre mbrojtëse dhe sheqeri frutor, qershit stimulojnë punën e zorrës, zorëve dhe pankreasit dhe për këtë stimulojnë edhe tretjen. Përveç kësaj, qershit nxjerrin ujin nga trupi dhe kështu lehtësojnë sistemin e zemrës dhe qarkullimit të gjakut dhe aktivizojnë mëlçin dhe veshkat. Gjithashtu, substancat antibakteriale të qershive pengojnë formimin e shtresave në dhëmb dhe mund të parandalojnë problemin e prishjes së mishrave të dhëmbëve. Në saj të efekteve të forta antiinflamatore, frutat e kuqe në përgjithësi paraqiten aleate të mira kundër dhimbjeve të kyçeve. Të pasur me antioksidant, ky frut parandalon oksidimin e qelizave që i shoqërohen në proceset inflamatore, që mund të rekomandohen për njerëzit që vuajnë nga dhimbjet e kyçeve dhe artriti, ose kanë lëndime sportive. Sipas ekspertëve, 20 qershi në ditë kanë efektet shumë më të mira se tabletat e aspirinës. Këto fruta të kuqe për shumë njerëz janë një ëmbëlsirë e preferuar e verës dhe një burim i pasur i zinkut, hekurit, kaliumit, manganit dhe bakrit. Kaliumi ka efekte pozitive në shëndetin e zemrës dhe është një komponent i rëndësishëm për qelizat dhe lëngjet e trupit që të rregullojnë punën e zemrës dhe presionin e gjakut. Qershit mund të jenë në një zgjidhje shumë e mirë për trupin pasi janë shumë të pasur me vitaminën C. Vitamina C ndihmon gjithashtu në prodhimin e kolagjenit. Ajo ndihmon edhe në krijimin e indeve të reja dhe ndikon në shërimin e shpejtë të plakëve. Siç dihet, kjo vitaminë shërben edhe si një antioksidant i fuqishëm, i cili do të forcojë ndjeshëm sistemin tuaj imunitar. Një nga avantazhet e qershive të thata është se ato përmbajnë nivele të konsiderueshme të gjelatinës që ul shkallën e kolesterolit LDL, duke ulur kështu rrezikun e prekjes nga sëmundjet koronare. Janë të pasura me antioksidant. Antiocianinat janë substanca që u japin qershive ngjyrën e tyre të kuqe të errët. Ato janë përforcuese të qelizave dhe parandalojnë rritjen e radikaleve të lira në trupin tuaj. Këto radikale të lira janë grimca të vogla që prodhohen në një përgjigje zinxhir që dëmtojnë qelizat tona. Përforcuesit e qelizave gjithashtu pengojnë plakjen dhe ndihmojnë në shmangjen e sëmundjeve kronike, duke përfshirë sëmundjet koronare, diabetin, Alzheimerin, bipeshën dhe probleme të tjera të trupit. Lehtësojnë dhimbjet. Niveli i lartë i përforcuesve qelizor të qershive ndihmojnë në trupin të zbusë dhimbjet dhe inflamacionin. Por më tepër qershit e thata lehtësojnë dhimbjet e muskujve pas tërvitjes dhe shërbejnë për të rikuperuar më shpejt. Një nga përbërësit e qershive të thata është se ato kanë përmbajtje të lartë të bakrit, i cili ndihmon në prodhimin e kolagjenit. Bakri i mban indet tuaja të forta dhe u mbron nga radikalet e lira që dëmtojnë indet. Një nga avantazhet e qershive të thata është se mund të ndihmojnë të flini më mirë. Siç e cituam më herët, sipas Brightside, qershit janë një burim i shkëlqyer ushqimor i melatoninës. Melatonina është një hormon që rregullon ciklin e gjumit dhe të zgjimit. Konsumi i qershive një orë përpara gjumit ju ndihmon të keni një gjumë të qetë dhe të thellë dhe ndihmon gjithashtu në relaksimin e trupit tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.